Miqtë dashur, kemi kaluar në rubrikën intervista e ditës. Jam në studio me një personazh tepër të dashur për ju në fakt. Jam me Aulon Kalan, gazetar, aktivist. Aulon, shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Edhe së fundi kandidat në logon e Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kandidat në listat e hapura. Diçka ndryshe në fakt, kandidimi ose pjesëmarrja e Aulonit ka qenë një surprizë për të gjithë neve që e njohim. Aulon, çfarë është jeni në fund të fushatës, jemi gati 4 ditë, 5 ditë përpara zgjedhjeve, si e ke parë veten në këtë profil ndryshe? Me të thënë drejtën, e kam parë veten në habitatin tim, sepse unë jam njëri që vjen nga terreni, kam luftuar për zonën time. Mjafton t'ju kujtoj 26 nëntorin e vitit 2019, kur një tërmet goditi Shqipërinë, por më shumë qarkun e Durrësit. Kishim 51 viktimat asaj kohe, 24 në Tuman, 27 në Durrës. Unë personalisht hapa një qendër vullnetare në zonë dhe ju shërbeva gjithë atyre banorëve me ushqime, me veshmbathje, me kontener banimi, ndërtuam dhe disa shtëpi. Unë bëra transparencë të jashtëzakonshme për gjithë ata njerëz që më sillnin ushqime dhe gjëra të tjera. Dhe ka qenë një pjesëmarrje shumë e lartë faktikisht, se e mbaj mend jo vetëm pandemia, por edhe përmbytjet, protestat në Durrës. Dhe Aulon, e di çfarë më bën përshtypje, se të kam ndjekur edhe si unë edhe shumë të tjerë, që juve jeni aty për njerëzit, dhe nuk jeni si aktivist, si gazetar që kërkon vëmendjen mediatike, je aty si qytetar për të mbrojtur qytetarët. Dhe ardhja juaj dhe kandidimi juaj është vërtet risi, nuk jeni si ata deputetët që jemi mësuar neve 34 vjet të shikojmë kukulla. Shiko, të falenderoj për komplimentin, me të thënë drejtën, unë nuk e shoh veten si një ushtar rreshti, kur nuk kam qenë, unë kam dalë edhe kundër qëndrimeve të Partisë Demokratike atëherë kur kam menduar që janë gabim, ndoshta kam qenë unë gabim, po kjo do i lehet publikut në dorë që ta gjykoj. Nuk do jem një deputet kartoni në këtë rast. E kam fjalën për ata që ngrejnë kartonin dhe ulin dhe nuk bëjnë asgjë tjetër. Unë dua të luftoj për drejtat e atyre qytetarëve atje që janë të papërfaqësuar totalisht. Ajo zonë Kolthet për përfaqësim është një zonë e mrekullueshme, janë njerëz të jashtëzakonshëm, por që qeveria i ka detyruar të largohen nga Shqipëria. Ti jemi realist, familja shqiptare është e përgjysmuar tani që po flasim. Unë nuk jam një nga ata njerëz që besoj që në Shqipëri jetojnë 2.400.000 njerëz. Faktikisht ne kemi qenë 3 milion. Kadareja ka shkruar diçka dhe më kujtohet dhe thonte që shqiptarët janë një popull i çuditshëm se mendojnë gjithmonë që jemi 3 milion banor. Ndërkohë që mund të jenë më shumë. Ndërkohë tani jo që jemi 3 milion, nuk jemi as 2.400.000 sipas meje, sepse unë nuk e besoj censusin. Unë gjykoj që me dhënat tona alternative, që na kanë treguar se ka dhe aty patriotë që kanë regjistruar njerëz, ne jemi diku te 1.600.000 banor në Shqipëri. Dhe në rast se ne ecim me këto ritme, sipas OKB-s, në vitin 2040 ne shkojmë 800.000 banor. Aulon, do të pyes pak, si të duket se bëhet një propagandë e madhe pasaportës europiane? Po hapen dhe shumë aeroporte që shqiptarët ikin lehtësisht jashtë territorit. Do të thënë, po hapen aeroporte në çdo cep të Shqipërisë, ndërkohë që do kemi edhe një pasaportë europiane siç pretendohet në dorë, vetëm për të larguar shqiptarët. Çfarë do ndodhi me Shqipërinë? Shiko, pasaporta europiane për mendimin tim është një metaforë për të larguar dhe shqiptarët që na kanë mbet mrena këtu, që do të thotë këtu ka një plan për ardhmën e disa njerëzve të tjerë. Ndoshta iniciativa ta bëjmë Shqipërinë pa shqiptar. Koncepti i ripopullimit, që është një koncept i futur nga Edi Rama, nuk është gjë tjetër vetëm se të largojmë shqiptarët dhe këtu të fusim për shembull emigrantë afrikanë ndoshta, të cilët po vinë nga jashtë brenda, siç është marrëveshja Rama Meloni në Gjadër, që fillimisht na u tha se do vinë disa, pastaj na u tha do vinë vetëm burra, tani na doli që këta burrat që kanë me precedent penal. Fillimisht na u tha që do rrinë 2 muaj, tani na thon 24 muaj, po nesër çfarë do na thon? Që do rrinë përjetshëm këtu sepse janë njerëz pa dhe pa pasaportë. Kjo nuk ka lidhje se unë jam pro që t'i ndihmojmë, po Shqipëria nuk është e gatshme për ta marrë përsipër këtë operacion. Kur u hapën kampet një natë në Gjermani, kampet e këtyre refugjatëve të palishëm, me rastin e Krishtlindjeve, më kujtohet, ndodhen 49 përdhunime. Një përdhunim, një police grua gjermane. Imagjinon në Shqipëri që s'kemi as policie hy deri e dosa. Prandaj ne duhet ndaj mendjen çka kemi prioritet, turizmin apo për ta kthyer Shqipërinë në kamp masiv refugjatësh. Kur flasim për turizmin, se kamp masiv për refugjatët është një term që është futur herët në Shqipëri dhe po diskutohet gjëre gjatë, po përballë fenomenit të shpopullimit nuk kemi qenë kaq të papërgatitur. Patjetër, por më lejo të them diçka që unë jam një nga ata shqiptar
që du të them që shpopullimi nuk është lëvizje e lirë, siç e thotë Rama, që ikin kroatët, polakët dhe slovenët. Këtu kemi të bëjmë me një agjendë për shpopullim. Dhe këtë gjë unë e kam parë në aktivizmin që kam bërë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ku du t'ju jap disa shembuj. Për shembull, në Cerrik në orën 4 pasdite, më shumë kishte qenë se sa njerëz. Në Lushnjë kam parë vetë se si brumin e Bukës e zinin 3 punëtor nga Sri Lanka. Në një nga bizneset kryesore të përpunimit peshkut në autostradën Tiranë-Durrës, punonin 300 egjiptianë që kanë ardhur nga Egjipti. Fabrika të ambalazhit 200 Filipinas. Kam takuar një nën në Burrel dhe më tha Ulon ka marrë 30.000 pound kredi. Kam përcjell 2 çunat për në Angli, për Britaninë e Madhe, nuk e kam problem që do paguaj kredin. Problemi im është që ata do punojnë shtëpi bari dhe do mbinë çunat në burg. Këta i detyruan shqiptarët që të punojnë me drogë. Tani ose unë përmenda egjiptianët, Bangladeshin, Sri Lanka, Filipinet, unë nuk jam racist, më kuptoni drejt, por unë duq që në Shqipëri të punojnë shqiptarët atje. Pra, kemi mundësi që të mbajmë shqiptarët këtu? Ulon, shqiptarët po ikin, janë zhdukur. Ky është problemi pra. Dhe prandaj unë personalisht hyrjen time politike kam parë si një alternativë në këtë rast, ku i kam propozuar Sali Berishës krijimin e Ministrisë Familjes. Ministria e Familjes do të jetë një ministri kujdestare për implementimin e disa politikave që ne kemi vendosur. Objektivat tonë kryesor janë 2. I pari është, a kemi ne mundësi që mos na ikin më shqiptar nga Shqipëria të mbajmë këta që kemi të paktën. Dhe e dyta, a kemi ne mundësi për me kthy shqiptar nga jashtë mrena? Jo me fjalë të bukura. Këtë ushtrim e kemi bën 2011-2012, kur u kthyn disa familje shqiptare edhe si pasojë e krizës në Itali dhe në Greqi, pa diskutim, por erdhën këtu dhe ndërtuan një bazë. Në 2013 ikën prapë. Kjo është e vërtetë e madhe. Mund ta kesh në lagje, në familje, njerëz të tjerë. Tani, ne kemi bërë 3 politika konkrete për këtë gjë. E para është që në rast se dikush do kthehet nga jashtë brenda, 5 vitet e para nuk do paguajë asnjë taks, po hapi biznes. E dyta, në rast se çiftet e reja nuk kanë një shtëpi, siç është dhe puna ime në këtë rast, se s'kam arrit akoma me blej shtëpi, 30.000 euro do ja ofroj shteti. Nuk bën shtëpia 30.000 euro, unë jam i bindur. Po të paktën ke një ndihmë dorë për me nis diçka. Dhe e treta, unë jam pro familjeve të mëdha. Dhe kam propozuar që fëmijën e tretë e mban qeveria shqiptare nga 0 deri 23 vjeç, nga materniteti derisa të mbarojë shkollën e lartë ose mos ta mbarojë shkollën e lartë, shteti shqiptar do përgjigjet për të, duke zmadhu familjen shqiptare me fëmijë, ne zmadhojmë edhe kombin këtë rast. Pra nuk do jemi më 1.600.000 apo 800.000, siç kemi qenë kona me Zogut, 800.000 kemi qenë 39. Tani ç'a ndodh? Kemi thënë që paratë e dritave do të ulen pra çmimi i energjisë elektrike 7 lekë. Kemi thënë që minimumi etik do jetë 200 euro dhe kjo është e llogaritur, nuk është se kemi nxjerrë si shembull kod pa lidhje, që do të thotë nuk do ketë më nga këto asistencat mizerabël 37.000 lekë, 76.000 lekë, sepse me këtë asistencë një individ nuk pagu do dritat, ujin, ofertën e telefonit për të ngrënë dhe parashikohet që mund të jetë dhe smur apo jo, se me moshën lindin dhe smundjet. Pra, 200 euro është një ndihmë e madhe për këta njerëz. Tani, lekët janë aty, për janë vjedhë, 1 kilometër rrugë bë 25 milion euro, besoj se keni pa. Kemi një kryeministër që e pi shish në verës 33.600 euro. Nuk e kam thënë, unë ja tha shoku vetë ngusht, Arben Ahmetaj, 700 pensione me i glëng verë. Unë se kam pa në era të shish në verës, të më vërtetën. Kemi një kryeministër që udhton me charter. Nuk mund të thosh dot me charter. Jemi vendi më i varfër i Europës, por kemi kryeministrin më të pasur të Europës. Ti do udhtosh me vizerin, siç u them gjithë neve. Më kupton pra? Na duhet një njerëz i përgjegjshëm. Na duhen disa patriot, djem dhe vajza që nuk e vjedhin Shqipërinë. Për një gjerman, ti je patriot do të thotë mos vjedhësh Gjermaninë. Kaq e thjeshtë është. Jo sa mirë me qenë shqiptar, është tjetër. Ne po themi ç'a do bëjmë ne këtu. Pra, kemi ne mundësi që këto dëmet që i nxjerr kontrolli i lartë i shtetit ti rikuperojmë. A kemi ne mundësi që ta bëjmë administratën? A e keni parë se kanë quajtur administratën? 222.000 njerëz. Ja, votues. Votues pra, votues herë 3 700.000 vota do kryeministrin. Në 2013-ën administrata ka qenë 83.000 njerëz. Në 2025-ën kur shqiptarët po shpopullohen, kur digitalizohen shërbimet Mijell Benja, shtohet numri i punojësve të administratës. Atëherë këto janë rroga, këtu kemi të bëjmë me disa patronazhistë të cilët formojnë atë që quhet inxhinieri politike, që kjo inxhinieri sjell Ramën pushtet ose ruan radhë të veta dhe e mban Ramën pushtet. Ke njerëz që marrin 7 rroga, që punojnë komunale dhe kanë makina të shtrenjta, por këta s'punojnë fare. Këta thjesht shkojnë te bankomati për me tërheq rrogat. Investimet që quhen grante pra për shkollën, për kanalizimet, për spitalet e tjera i kanë kthyer rroga.
Ne këtë duam të bëjmë, pra të çlirojmë ekonominë në këtë rast, duke shkarku këta njerëz nga puna që janë çibani i shoqërisë. Vjedhin para nga 6 anët e Shqipërisë dhe nga ana tjetër çlirojmë edhe fondet e investimet që të bëhet në rrugë dhe në shkollë. Se sot e kësaj dite ne kemi të bëjmë me shkollat mbyllura në të gjithë territorin e Republikës Në Nikël, që prej prishjes shkollës nga Tërmeti, shkolla është ende ashtu. Na kanë ardhur disa denoncime edhe në redaksi nga prindrit dhe nuk askush nuk reagon. Je shumë saktë dhe të falenderoj që ma sollën vëmendje këtë. Nikla ka 11.000 banor dhe është njësi administrative. Dikur ka qenë komunë. Nikla, një nga fshatrat më të rëndësishëm të territorit të Republikës së Shqipërisë, pse? Më gjeni një vend tjetër që ka aq mobileri sa ka Nikla. Në një rrugë të jashtëzakonshme, duhet thënë, me mobileri shumë cilësore. Mobilje të cilat konkurrojnë në Sloveni, në Kroaci, në Malnezi, në të gjithë Europën perëndimore, jemi eksportues të mobiljeve. E dyta, njerëz të jashtëzakonshëm që janë taksapagues të shtetit shqiptar, gjithë ato biznese paguajnë taksa. Këta tani ja kanë shpërblyer Niklës duke i mbyllur edhe shkollën 9-vjeçare, edhe gjimnazin. Që nga viti 2019, fëmijët e Niklës nuk shkollohen aty, por i detyrojnë ata që të shkojnë në turnin me pasdites në fushkruj. Ata që kanë prindrit i çik punë, normalisht i lejnë fëmijët në shtëpi, nuk shkojnë në shkollë, sepse kjo edhe i demotivon fëmijët. Kur ti nuk e ke gjimnazin afër, siç e ke pas, siç ka qenë quajt gjimnazi Ramazan Karaj, që ka nxjerr shumë kuadro, atëherë edhe prindi në këtë rast ose fëmijët demotivohet, thotë shikoj un po e lejt mesmen, po vazhdoj punën. Jo se kanë gjë të keqe nga puna, por ne i duam njerëzit e kualifikuar, pra të marrin të mesmen, mundësisht marrin të lartën. Atëherë, a nuk është kjo agjend që po ju flisja pak më herët që më i përzon shqiptarët nga Shqipëria, Nikla 5 kilometra nga aeroporti Rinësit. Në Vrion, fshati Niklës, xhenazen për ta çuar banesën e fundit e mbajnë në krah banorët se nuk ka rrugë. Është e pashtruar. E tjetra, fshati Mukjes është një nga fshatet më të rëndësishëm në Shqipëri, me datën 1 deri 3 gusht të vitit 1943, aty është mbajtur konferenca e Mukjes, një konferencë e cila mblodhi ballistët, komunistët, legalistët pra nacionalistët në një front të përbashkët për të luftuar okupatorin gjerman këtë rast. Një marrëveshje shumë e rëndësishme, konferencë shumë e rëndësishme. E di çka ka ndodhur? E para nuk ka rrugë, e dyta, aty nuk ka asnjë tabelë që të identifikohet se këtu është mbajtur konferenca, e treta, shkolla Mukjes është mbyllur dikur me 60 nxënës, sot kishin mbetur 5 fëmijë. Të 5 fëmijët nga Mukja shkojnë në shkollën e Kurçait për tu arsimuar. Këto janë dhëna nga terreni, të cilat unë kam parë, unë do nxjerr edhe sot një video se si është kthyer Mukja. Banorët vetë mblidhnin para 6 herë në vit, varet se si ishin rreshtet e shiut, për me shtruar rrugën. Atëherë lind pyetja dashur. Ç'a i duhet këtyre njerëzve shteti? Shkollën ja u ka heq, qendrën shëndetësore ja u ka heq, rrugën e shtrojnë vet, kur fryj erë i fiken dritat sepse janë këto telat e Kosë Enver Hoxhës, promovim turizmi nuk ka. Ç'a i duhet shteti këtyre? Këta paguajnë ujin, dritat, taksën e gjelbrimit, taksat idiotë të tjera të ndriçimit që s'ekzistojnë fare etj, taksën e pastrimit, ç'a do pastrosh aty? Atë vende ka harru, domethënë shteti po e po. Atëherë këtu vendoset në pikpyetje marrëdhënia e shtetit me njeriu në këtë rast. Njeriu në këtë rast nuk i duhet shteti pra. Për çfarë shteti? Vetëm se e vjedh. Kështu që këto janë fshatrat e Niklës. Tapiza, një nga fshatrat më të rëndësishëm të Shqipërisë, totalisht i rënuar, nuk ka si rrugë shtrume. Vujnë akoma dritat, gjithë janë me shpime, se nuk ka ujë. Po janë me puse pra, kjo është ideja. Se fole për Niklën, po deshet flasë edhe për njësi tjera administrative. Totalisht mbaruara, siç është Bubqi. Bubqi rindërtuar. Ju thash që unë hapa i qendër vullnetare atje, dhe sot e kësaj dite, në 2 vitet e fundit, në Bubq ka ndodhur 16 përmbytje, qendra Bubqit, është Lluci deri në Gjuhë, sepse kanë mbyllur një kanal ata aty tek kthesa Mazhes, shkolla Mallkuçit e mbyllur, Mallkuçi pa ambulancë, shkolla Tarinës e mbyllur totalisht, dhe rruga Bilajt Cop, një fshat që ka lligja termale Bilaj, fshat i rëndësishëm që vjen nga gjithë Shqipëria, pra për të kuruar, për të bërë atë. Pra keni parasysh që këto janë njësi tonë administrative. Ju flas pak për njësinë administrative Thuman. Ka një fshat shumë të rëndësishëm aty që quhet Borizan, është një nga fshatat më të mëdha të Shqipërisë. Dhe vjen nga emri Burimet e Zanës. Aty s'ka ujë. Pra Burimet e Zanës, me 7 burime nuk kanë ujë. Po t'ju flas pak për Krujën. Kruja qytet totalisht fantazëm, i kanë heqë gjithë institucionet nga Kruja. Është çmenduri. Një nga zotimet tona të para është rikthimi i institucioneve në Krujë, sepse duke heqë institucionet, këta kanë pas personale me Krujën dhe aty nuk ka më njerëz. Për shembull, një zyrë avokatie që ishte afër gjykatës, që këta e kanë heqë është mbyllur. Një zyrë notarie që ishte afër prokurorisë, që këta e kanë heqë është mbyllur. Kanë heqë komisariatin e policisë, kanë heqë zyrat e adisës, zyrat e hipotekës, stadiumin e Krujës e kanë kthyer në një vend që mblidhen qenë të natës, hedhin qenë e rrugës.
në 12 natës, shkojnë aty makina, ma ka thamë banorët, është e çuditshme. Ferra dhe inerte në stadiumin e Kastriotit, një nga emblemat e futbollit shqiptar. Pra, në Kruj kanë pas dhe i gjë tjetër, sepse shikoj këtë ministrën Kumbaro, që turistët do t'i çojnë Berat dhe Ngjirokastër, qytete shumë të rëndësishme, unë i du shumë fort. Po s'mund ta lejmë Krujën bazdore, duke i prish rrugën Krujës, duke heq dhe institucionet, duke mos bë asnjë guid për Krujë, ti Krujën e mbyllë. Dhe pastaj thon se bëhen pre kriminalitetit. Po patjetër, po ka dhe i gjë tjetër. Në Krujë, zemra Krujës, aty ku është kalaja Krujës, pas kalas Krujës, 100 metra është lagja Berbere që njihet. Lagja e Krujës. Kanë qenë 300 fëmijë në shkollë. Tani shkolla është mbyllur dhe kopshti. Ku shkojnë fëmijët? Po shkojnë në shkollë tjetër në qytet Krujës, te shkolla numër 1. Pra keni parasysh që janë mbyllur shkollat në qendër qytetit Krujës, se mos t'ju flas për Malsinë tani. Sipas censusit të Ramës, Malsia Krujës, ajo që rruga që çon në Qafshtam, 48% është populluar. Sipas meje, ajo që kam parë atje, gjithsej ka 4 bari, 4 kullota, një kullot baraz me 100 krem bakti. Shkolla e Mafsheqit e mbyllur, shkolla e Cullizallës e mbyllur, Shkreta, një nga fshatet e rëndësishëm atje pa ujë, me fshatin Ranz, Bruzmal, Bruzall, të gjitha nuk kanë kokër robi, kanë zbrit poshtë, on Fushkruj, on Bathore ose kanë ikja shtetit. Pra kjo është e vetme mënyrë. Pyeta disa fëmijë në Mafsheq, kishin mbetur diku të 8 fëmijë që shkonin në shkollë. Nga Mafsheqi jetojnë akoma sot e kësaj dite. Duheshin 1 orë gjys. Pra, zgjoheshin orën 6 të mëngjesit, 6:30 vinte fugoni për me kap orën 8. Dhe 1 orë gjys për t'u kthy. Pra, të shkosh në shkollë dhe të bësh 1 orë gjys rrugë. Këto janë fakte që vijnë nga terreni. Kjo është pasaporta europiane. T'ju flas pak për Fushkrujën. Totalisht i rënuar nga të gjithë rrugët e saj. Njësi administrative thon Fushkruja, di çka ka ndodhur, mëse është skandal i madh, domethënë shive. Bashkia Libohov 2600 banor. Bashkia me Maliaj 3000 banor, po thjesht po i rrumbullakos, se bashkia Tepelen 6000 banor, bashkia Patos 5000 banor. Fushkruja 50000 banor, njësi administrative. Kemi qenë bashki. Deri në vitin 2015 ne ishim bashki. Nga viti 2015 na kanë kthy njësi administrative. Po është çmenduri. Pra, ka qenë bashkia Kruj, bashkia Fushkruj. Tani na kanë futur te bashkia Kruj. Askush nuk na pyeti dhe kjo s'ka lidhje PDPS. Edhe Partia Socialiste, dhe Partia Demokratike duan që Fushkruja të jetë bashki. Po këta nuk na lënë me referendumet neve, se po të kishim bërë referendum do ta fitonim që ne të ishim bashki. Tani Zvicra që shquhet për referendume, e pyeti popullin e vet dhe i tha, a t'ja japim në shtetësinë Michael Schumacherit apo jo? I thirrin apel qytetarët e vet për Michael Schumacherin për mi dhënë në shtetësinë. Një çështje totalisht e parancishme në gjykimin tim. 50000 banor nuk pyeten a e doni bashki Fushkrujën apo e doni njësi administrative. Prandaj një nga iniciativat e mia të para në rast se do jem në parlament, do jetë rikthimi i Fushkrujës bashkie. Edhe për tërmetin do të them 2 fjalë. Shtëpitë e tërmetit nuk janë ndarë. Po. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Pse nuk janë ndarë? Atëherë, në Krujë duket kështu, Aulon, se kur janë marrë mbahen peng nga po sigurisht që po se dhe kryeministri del sot nga Fushkruja se isha në Fushkrujën, tani po vi. Del nga Fushkruja dhe thotë që ne do të shpërndajmë shtëpiat e tërmetit. Ore zotëri, çka ke bërë për 6 vjet? Pse nuk i ke shpërndar shtëpiat e tërmetit? Ku i çove ti 1.3 miliard euro? Dhe janë lekët e taksapaguesve shqiptar, nuk i kanë nxjerrë nga sunduku e Dirama këto para. Prandaj bëhet thirrje gjithë qeverive europiane të kërkojnë llogari se ku i ka çu lekët. Po, çështja duhet shkojë së pari në SPAK. Patjetër që po. Dhe ata banorë sot e kësaj dite janë jashtë. Nuk kanë hyrë nëpër shtëpia. Në Krujë, në Fushkruj te Pallati i Beqarëve, në Manës, në Durrës, kam qenë personalisht i kam filmuar. Dje kam publikuar një video të Krujës para 2 ditësh Durrësit, janë mbaruar pallatet. Po, dhe rrin mbyllur. Rrin mbyllur. Pse? Kjo është pyetje e çuditshme. Un kam dalë me deputet Parti Socialiste, i kam pyet përballë në studio dhe s'kan pas mundësi për me më kthy përgjigje, se s'din asgjë ata. Legibus solutus, Edi Rama i hynushmi, omni potestas adeo, çdo pushtet buron nga Zoti dhe tani do themi omni potestas Rama, çdo pushtet buron nga Rama, vetëm ai di. Ai është i pa lidhur dhe i pa kurzuar nga ligji. Pra është një nga njerëzit i cili merr vendime dhe me një trënd lapsit i bën. Tani çka ka ndodhur me ato që kam pyetur, se banorët kanë frikë dalin sepse thonë nuk do na japin shtëpi. E para kanë ndërtuar shtëpi Mangut. Diku të 82 kishin ndërtuar në Krujë, 82 apartamente Mangut. Pse? Ato në fillim i kanë ndërtuar tamam, por pastaj i kanë dhënë shtëpi patronazhistëve, njerëzve që nuk ju ka gërvisht fare shtëpia i kanë dhënë shtëpi dytë. Atyre që ju ka prish shtëpia nuk i kanë dhënë. Një. E dyta, kanë 2 vite që banorët e Krujës
Parat e qeras japin nga vetja vet. Nuk e marrin atë që quhet bonusi qeras. Jo, ka 2 vite që nuk jepet me bonusi qeras. Verifikoje këtë që po them. Këtë e kam nga terreni dhe nga banorët, cilët janë shumë shqetësuar dhe faleminderit që ma dhe këtë hapësirë tani për me fol për hallet e tyre. Dhe e treta, ka një hetim nga Spaku për këtë çështje, dhe ai që kolaudon banesat nuk ja u jep banorëve ndërzim. Pra ta harrojnë këta që jep Edi Rama banesat, sepse ka hetim nga Spaku. Qeveria re, unë personalisht marr zotim, jo premtim, kujdes, zotim, që ne do t'i kthejmë ata njerëz në përshpia për 6 muaj, do t'i lajmë hesapet me tërmetin. Në rast se kjo gjë nuk bëhet, unë do jem bashkë me banorët në protestë, po ta garantoj. Po ta them me sinqeritet. Aulon, kjo nuk është gjëre. Po jo. Juve në protesta. Shiko, du të them që unë jam një njeri i cili kam hyrë me faqe të bardhë në politikë dhe du me dalë me faqe të bardhë nga politika, se s'jam i përjetshëm. Unë jam një njeri që do japi kontribut dhe do mbaroj historia ime. Do vinë njerëz tjerë më të mençëm se unë. Siç ka dhe tani njerëz të mençëm, por nuk futen politikë. Dhe një nga rreziqet që të mos merresh me politikë është se do qeverisemi nga inferiorët. Siç jemi qeveris tani nga inferiorët sot e kësaj dite. Prandaj jam fut. Dhe duhet mi zgjidh këto probleme, këto hallë. Unë këtë kam bë. Edhe pyetje shumë të drejtë për drejtë dhe as pak të shkruar askund. Sa njeh vetja? Me të thënë drejtën, në Shqipëri mund gjejmë djemë dhe vajza shumë të mira që nuk e vjedhin Shqipëri. Pikërisht, këto na duhet. Unë besoj që këto janë, por duhet i shkundim dhe prandaj kam hyrë në politikë me dhënë dhe shembullin tim. Unë mund të fitoj, por unë edhe mund të humb. Por shembullin për me bë këtë fushat që kam bë me denoncime, me thjeshtësinë time që jam, se unë nuk kam pare, domethënë siç kanë këta të gjithë tjerë, nuk blej vota, se s'kam dalë me blej kastraveca domate, domethënë. Unë thjem i drejtohem një audiencë qytetarë cilët mendojnë se janë si unë. Ka shumë tillë. Dhe këtyre njerëzve ju bëj dhe i thirrje, merrni me politikë. Merruni me politikë, absolutisht, mos e dëgjoni Ramën që thotë ne politikanët shu ashtu se shembujt janë shumë të qintrek, patjetër. Ju mos u bëni si Rama, po merrni me politikë dhe jepni shembullin tuaj. Ashtu siç po bëj unë tani. Jam në një fushat dhe po e drejtoj fushatën bashkë me njerëz bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm të asaj zone, me u thënë vërtetën, të cilët po ndjekin pa interes. Unë nuk kam në i vend pune për me u dhonë. Unë si kam premtuar askujt vend pune, do të bëj drejtor, do të bëj ministër, këto muhabetet që ordinere që bëjnë këto. Jo. Unë i kam thënë, ata që e meritojnë dhe që kanë diplomën, shkollën e lartë, do t'i paraqiten një konkursi dhe sigurisht që kam qejf që administratën ta bëj me njerëz nga zona jonë. Patjetër, se nuk mund marrin dot njerëz të importuar sa këta janë ndej. Atje ka djem dhe vajza të mrekullueshme të mirë shkolluara. Këto njerëz dhe këtë thirrje kam dhe për ata që duhet merren me politikë. Kësaj radhe ndoshta nuk më kanë qëndruar kaq pranë, po të paktën nesër të futen vetë. Të jemi sa më shumë. Po pra ju jeni inkurajues për patjetër që për shumë e rëndësishme sepse është habitati im, unë do gjeja veten të ata njerëz. Dhe unë kësaj radhe kam marrë përsipër për ta vendosur një tull, por populli ka thënë një shprehje shumë të rëndësishme, gur bëhet kalaja. Edhe kalojmë te mbiemrin, domethënë. Po. Me që jemi te kalaja, te gurët edhe tek një atraksion turistik që Shqipëria është e bekuar nga piktura që i ka dhuruar Zoti. Ndalem pak të Durrësi. Shumë e rëndësishme. Amfiteatri Durrësit krahasuar shpesh herë edhe me Koloseun. Patjetër. Është dhënë me koncesion, do jepet me koncesion, do ketë fatin e Butrintit që ju dha me koncesion një personi që thotë që Butrinti është i Greqisë. Shumë drejt. Unë kam qenë themeluesja e Aleancës për mbrojtjen e Butrintit, edhe kam bërë betejë qoftë në Akademinë e Shkencave me Skënder Gjenushin, që është kryetari i Akademisë së Shkencave. Me deputet të Partisë Socialiste që ngritën dorën për me dhënë Butrintin me koncesion dhe ne i bëmi pyetje bashkë me avokat Goxhajn, kur i takuam me Apollon Baçën, Sazan Gurin, Ardit Zenelin, shumë aktivistë tjerë që ishim, Andi Tepelenën, Redon Meksin, se s'm kujtohen të gjithë emrat tani. Ndjes për ata që kam harru, se kjo është sfidë e madhe kur ti përmend emra gjithmonë dikujt i ngel hatri, domethënë se harron dikujt. Po pra, dhe ne i pyetëm deputetët e Partisë Socialiste, para se të futesh në sallën e kuvendit, e keni lexuar marrëveshjen për Butrintin me koncesion? Ata nuk e dishin që ishin në rëndite. Pra nuk e dinin që Butrinti ishte në rëndite. Kaq e parëndësishëm është për ata Butrinti. Jo më të lexonin marrëveshjen. Ndoshta është mungesë interesi. Ore, jo vetëm mungesë interesi, por janë këto deputet të kartonit pra. Unë nuk do jem një deputet i tillë. Unë përpara se të ngrej kartonin për me votu pro ose kundër, duhet me lexuar spari marrëveshjen ose letrën që do kem përpara. Pra kjo është ideja. Ne kemi njerëz totalisht paprgjeshëm në atë parlament, njerëz cilët janë fut nga krimi i organizuar dhe i ka diktu krimi i organizuar. Pra janë njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë tjetër, vetëm interesa meskin të disa njerëzve rreth e qark. Atëherë, unë gjykoj për pyetjen që më bëre,
edhe amfiteatri Durrësit do të ketë njëjtin fat, sepse vizioni këtyre është për mi dhënë pasuritë kombëtare me koncesion, pasuritë shpirtërore në këtë rast, nuk është vetëm kombëtare, është arkeologjia, është identiteti jon, kanë goditur mund zemër identitetin ton. Këta i kanë gjujt asaj që quhet zonë arkeologjike A në Durrës, ku është ndërtuar ajo shëmtia e madhe e ashtu quajtura Veliera me matrapik. Pra kanë gjujt me matrapik. Në zonë arkeologjike aty ku po të gërmosh, çdo kat që të gërmosh sa më poshtë, aq më shumë histori të vjetër gjen, se këta aty është torra veneciane, po aty ka histori para torrës veneciane, se mua më kanë thonë historianët dhe arkeologët, unë nuk jam vetë i tillë, por unë kam pasion historinë. Kështu që në vend që ti gjush si Vangjush Dako me matrapik pasurive, topave që kanë gjetë aty etj, artefakteve, ne na duhen ca njerëz që të gërmojnë me spatula dhe me furçe, nga këto të kujdesshme të fare. Arkeolog, shqiptarë të huaj, sepse këta turistët nuk vinë për me pa betonin në Durrës, vinë për me pa Dyrrahun. Dyrrahu është qytet shumë i rëndësishëm. Amfiteatri, bukuroshja e Durrësit, princesha Teuta apo jo, mbretëresha Teuta, kemi njerëz të jashtëzakonshëm që kanë nxjerrë Durrësin ndër vite, është një nga qytetet më të rëndësishëm, prandaj gjithmonë ëndra Serbisë ka qenë për një dalje në Adriatik, për ta marrë Durrësin. Gjithmonë synimi i tyre ka qenë për të shkuar deri në Durrës, sepse është qytet shumë i rëndësishëm. Aty janë bërë betejë shumë të rëndësishme të dy botëve në këtë rast. Janë ndeshur qytetrimet gjithmonë. Prandaj Durrësi është frymëzimi im dhe unë kam luftuar për Durrësin, qoftë kundër projektit Veliera, që ne kemi qenë dhe në gjykatë dhe kemi fituar në gjykatë Durrësit. Unë jam përplas me Vangjush Dakon në diskutime shumë tashpra për çështjen e Velieras. I kam ngrit dhe një pankartë me sallës ku po i bënte dëgjesën publike dhe më kanë ardhur pastaj më kanë kërcënuar dhe banda Durrësit edhe njerëz tjerë. Edhe aq sa u detyroi prokurori Durrësit atëherë se s'po e bëj me diemrin, më tha Ulon, nik tha se nuk më mbroj dot. Nuk të mbroj dot. Na kanë sulmu dhe fizikisht aty, po patjetër, janë video të gjitha, domethënë, ne vendosëm një natë për me gdhitë torra veneciane, për me mbrojt, pra, që mos hidhej beton, ta na sjellin një grup paramilitar. Dhe kanë ushtruar dhunë mbi ne, është godit një vajzë, një djalë është çuar në spital me urgjencë, ka qëndruar një javë në spital se mori dot veten. Nga grushtat e disa njerëzve boksier, nuk e di çka kishin sjellë aty, dhe për na ushtruan terror pra, të jashtëzakonshëm. Unë personalisht jam kërcënuar nga bandat e Durrësit për projektin 6 milion euro të Velierës, nuk jam tërheq, kam shkuar në gjykatë, e kam ndjek çështjen deri në fund, dhe ja ku jemi sot, aty jo vetëm që është beton, jo vetëm që është prish arkeologjia dhe historia, por ne jo vetëm që ka përmbytje në atë vend, por ne do ta shpëtojmë atë vend. Pra një nga planet e mia të tjera në rast se do të jem në parlament, është edhe kjo çështje që ne do merrem me Velierën për me gërmu aty, për me nxjerr fakte arkeologjike, siç është edhe Albanopolisi në qytetin e Fushkruajës, një kala shumë e rëndësishme. Po, nga ku morëm edhe emrin Albani. Po shumë e rëndësishme pra, dhe e kemi lënë në harres, nuk ka ujë ai fshati atje. Edhe ka gropa gëlqere dhe shpërthime. Disa metra më andej digjen në plera, në mënyrë të palishme, pa leje mjedisore, në një latfill të palishëm, sepse plerat tona të qarkut Durrës duhet të shkojnë në Tiranë. Aty në Kodër Dollake, shumë afër Albanopolisit, kalas, vjera vjeçare, që aty para disa kohësh ankoroheshin anije. Kur shkova të bëja një video para 2 javësh, takova një grup arkeologësh të ri, të cilët kishin gjetur guacka të fosilizuar aty. Që do të thotë deri aty kanë qenë anije. Ma argumentuan ata, nuk e tha shumë. Kam shquar një grup amerikanësh aty dhe një gazetar filloi duke qarë. Në fillim me paragjykun se ishte i vend me ferra, kur pa arkitekturën e lirë dhe nuk po e kuptoja pse qante. I thash çka ke? Më thash shiko tha, kjo është arkitekturë virgjër i lirë. Kemi Butrintin ose vende të tjera, po ka dhe dorë greke dhe romake, më kupton? Kurse këtu thash dorë totalisht i lirë. Pse i thash se nuk po e kuptoja? Tha unë e shikoj tha tek dhëndja e shkëmbit, që nëse në vende tjera shkallët vendoseshin me masiv guri, këtu ishte me gdhëndje në shkëmb shkallët. Pra ishte shumë teknikë interesante që e kuptoja zonja dhe nuk i ndahet shpirti nga Albanopolisi, po shumë pak e din që ne aty kemi marrë emrin Albano. Prandaj një nga objektivat e mi të tjerë, nëse do të jem në parlament është se aty janë bërë një herë të vetë me gërmime në 1969 mos gaboj. Mos gaboj. Ka qenë pa. Për herë të parë dhe të fundit dhe janë gjetë rezultate fantastike. Të gjithë rezultate janë çuar në pavionin e parë të Muzeut Historik Kruajës, ku është Muzeu Skënderbeut, që s'kan lidhje këto epokë me Skënderbeut, është shumë para Skënderbeut, kuptoni drejt. Skënderbeu heroin kombëtar Kanaripe kanë lënë Kruajën siç ta përmenda pak më herët. Prandaj, a kemi ne mundësi që këto fakte që janë gjetë nga Albanopolisi t'i zbresin poshtë te kalaja e Zgërdheshit, te kalaja e Albanopolis, dhe te qyteti albanëve, pra dhe të bëjmë aty një muze, që të jetë edhe atraksion turistik. Nuk ka ne probleme ndërtuaj muze apo jo? Pikërisht, po është degeneron të ardhura vetë. Po pikërisht pra. Siç ishte disa projekte të se kanë prioritet pra, ky është problemi.
Kur thon këta që kemi prioritet turizmi, unë vje për qesh. Ne I kemi aty pikat dhe I nënvlerësojmë. Zvicra nuk ka histori, shpiku një hero quhet Wilhelm Telli, është totalisht legjend. Ne kemi historinë aty, po të gërmosh në Shqipëri, ke histori gjithandej. Vizioni, mungesa e vizionit të tyre, ose më saktë shkatrimi I vlerave kulturore, se t'japësh me koncesion Butrindin dhe t'ja japësh një personi që vendos në pikpyetje sigurinë kombëtare të Shqipërisë, që thot Butrindi dhe Saranda janë tokë greke, atëherë më fali sekond. Pse nuk e bën grekët këtë? Që të marrin një shqiptar që të jetë racista, ekstremist, unë jam dhe kundër kësaj, më kuptoni drejt. Atëherë si nuk e mbrojmë në vendin tonë? Pra ti je patriot, kjo do të thotë, mbrosh vendin tënd. Butrindi do të ketë edhe për fat keq edhe amfiteatri Durrësit. Ne nuk do ta lejojmë. Prandaj është shumë e rëndësishme data 11 maj. Okej, Aulon. Shiko, ndoshta shikuesve kjo pjesa e turizmit duket kështu sikur nuk është shumë afër, por Durrësi, në qoftë se po marr Durrësin sepse un kam një lidhje shumë të ngushtë me atë qytet. Në qoftë se Durrësi gërmohet me kujdes, aty gjen perla. Po pse nuk gërmohet Durrësi? Kjo është pyetje shumë. Ka strategji shumë e vjetër. Pikërisht pra, e të gjithë qeverive dhe është totalisht e gabuar. Atëherë, Durrësi nuk gërmohet ndoshta për interesat në një shteti tjetër? Kjo është pyetje shumë e madhe, që I duhet dhënë një përgjigje. Prandaj kam thënë Vangjush Dagos në komision, ku e merr rrogën tim, Beograd apo në Athinë, që po shkatron arkeologjinë e Durrësit me matrapik. Është e paimagjinueshme. Prandaj për interesa të ndonjë shteti tjetër në Durrës nuk gërmohet, por shkatrohet arkeologjia, se nuk je javë të gërmosh, të paktën ruje, konservoje. Kjo ndodh në gjithë botën. Jo, do hedhin beton, se nuk shpjegohet ndryshe. U shfaq një mur bizantin para disa kohësh. Futën aty në pallat. E ke pa besoj murin bizantin aty, të flaj, që e kanë futur në pallat, domethënë. Aty s'duhet ketë pallat fare, duhet gjehet muri, vazhdimësia e murit. Aty duhet gjehet edhe poshtë çka ka ndodhur, se ka fakte gjëra. Atëherë këtu ndërtohet pallat. Ky është vizioni. Më është për të ardhur keq. Shumë keq. Kemi duhet luftojmë pra që kemi pasuri edhe nuk po dim t'i mbajmë, shqiptarëve ju është zvogluar vizioni, vetëm ka shkuar dhe faktikisht realiteti. Shikoj, këto që po diskutojmë neve janë çështje luksoze, më kupto drejt, sepse këtu jemi te buka gojas. Varfëria ka një ndryshim të madh nga uria. Un kam taku njerëz të rritur, jo të varfër. Në 2025, pasaporta europiane, uri. Pra, ne po flasim për çështje luksoze. Kur dilja unë për Butrindin dhe I kërkosha besë shqiptarëve që hajde ta mbrojmë Butrindin, edhe ca nga këta partitë e reja që s'dolën fare atëherë, se vje për të qesh tani, unë du t'ju them që këta më thonin mua ç'është ke Butrindi, ikses na hyn punë Butrindi, unë jam nga Kuksi, unë jam nga Fieri, unë jam nga Tepelena, unë jam nga Librazhdi, e kupton? Ndoshta do këtë pasë Sarandiot që si intereson. Po pikërisht pra, prandaj e thash. Dhe e parë këtë këndvështrim, po Butrindi është ushqimi I shpirtit. Ne nuk mund të kemi dot një shpirt varfër, sepse në rast se ne japim dhe këta nuk kuptojnë që ne po të zhvillojmë Butrindin ashtu siç duhet me zhvillu, do ketë më shumë para Saranda dhe Shqipëria. Po të zhvillojmë Albanopolisin dhe Durrësin, do ketë më shumë para Durrësi në këtë rast. Pra, unë gjykoj që lënia e njerëzve të rritur, lënia e njerëzve të varfër I ka mbyt atë që quhet nervi për të reaguar në këtë rast për këtë çështje. Dhe largon vëmendjen e gjërave tjera që janë kryesore. Dhe I largon nga Shqipëria fare, pastaj se përqendron te buka gojës, te tasi groshës, te pilafi, edhe te çfarë do të çojmë sot në shtëpi ose ku do ta çojmë fëmijën në shkollë, se janë mbyllë dhe shkollat, apo flisni për këtë drejtë. Realiteti dhimbshëm. Po pra, ne do të flasim për çapën e bukës. Politika e çapës bukës është e shpikme nga Stalini. Dhe është e bërë ditur që atëherë për Enver Hoxhën, kështu që sot është një kohë moderne, domethënë. Unë të falenderoj, në pak minuta keni bërë një pasqyrim shumë të qartë të gjendjes së Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe një mesazh të fundit për datën 11 maj për ata që nuk e dinë ende se është e rëndësishme që ju t'jeni deputeti I ardhshëm. Unë jam kundër kryeministrit që I bën thirrje qytetarëve të vetë mos dilni në votime. Unë ju them gjithë njerëzve dilni dhe votoni. Votoni atë që mendoni ju që është kandidati më I mirë në këtë rast. Unë jam Aulon Kalaja, është hera parë që konkurrojmë politik, jam kandidat në listën e hapur të qarkut Durrës. Ka vetëm një mënyrë që ju të më dërgoni në parlament, duke votuar Partinë Demokratike dhe emrin tim si Aulon Kalaja, dhe unë do jem atje për interesat tuaja. E quaj veten patriot sepse dua vendin tim, nuk kam bërë namin, por du të jetoj këtu dhe të ndërtoj këtu familjen time. Unë kam një pasaport, një atë dhe, një makinë,
Shtëpi nuk kam blej akoma, kam edhe i gruas, është edhe kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër, Nuk jam një nga ata familja është njerëz që e kanë, domethënë siç është edhe rasti i këtij që kemi përballë. Pra unë besoj tek vlerat e familjes, besoj tek kombi dhe te Zoti. Këto janë besimet e mia, kam hyrë në politikë si një aktivist kundër agjendës së popullimit të Shqipërisë dhe në rast se ju doni një djalë ndershëm që t'ju përfaqësojë nesër në parlament, që është kundër mandateve të treta dhe të katërta, që nuk do blej vota, që është sot i gatshëm që t'i vendos telefonin spakut në dispozicion për me bot gjitha ato verifikimet e veta në rast se unë kam bërë një gjë të palishme apo kam blerë një votë apo i kam telefonuar dikë. Po urdhri i prokurorisë është bujrum të vinë ta marrin telefonin, po të vënë dhe kandidatët e tjerë dhe të shohim se çfarë perla çdo gjejmë, kështu që unë jam shumë i hapur dhe unë do ju përfaqësoj nesër në parlament, aq sa të kem mundësi do bëj për Shqipërinë edhe për qytetarët e mi. Faleminderit shumë. Faleminderit.